Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se do të urdhërojë departamentet dhe agjencitë federale të nisin procesin e gjetjes dhe publikimit të dosjeve që lidhen me alienët dhe objektet fluturuese të paidentifikuara, të njohura si UFO apo UAP. Në një deklaratë në platformën e tij Truth Social, Trump tha se ekziston një interes i jashtëzakonshëm publik për këtë çështje, dhe se amerikanët kanë kërkuar transparencë për dekada me radhë. Ai theksoi se do t'i drejtohet sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth, si dhe të gjitha agjencive përkatëse për të nisur publikimin e të dhënave qeveritare që lidhen me jetën jashtëtoksore dhe fenomenet ajrore të paidentifikuara. Deklarata e tij vjen në një klim ku interesimi për UFO-t është rritur ndjeshëm vitet e fundit, sidomos pas publikimit të disa raporteve zyrtare nga Pentagoni mbi fenomene ajrore të pashpjeguara. Megjithatë, Trump nuk dha detaje konkrete se çfarë dokumentesh mund të bëhen publike dhe në çfarë afati kohor. Paralelisht me këtë njoftim, ai sulmoi sërish paraardhësin e tij demokrat Barack Obama, duke akuzuar për zbulim të informacionit të klasifikuar. Komenti i Trump lidhet me një deklaratë të Obamës gjatë një podcasti të transmetuar fundjavën e kaluar, ku ish presidenti me tone ironike tha: "Alienët ekzistojnë vërtet, por unë nuk i kam parë." Trump reagoi duke thënë se nuk e di nëse alienët janë reale apo jo, por sipas tij Obama bëri një gabim të madh me atë deklaratë. Ai vazhdoi kritikat ndaj ish presidentit, duke akuzuar për papërgjegjshmëri në një tjetër episod të përplasjes së vazhdueshme mes dy figurave politike. Në podcast Obama shtoi gjithashtu se për aq sa ai di, nuk ekziston asnjë objekt nën-toksor sekret që përdoret për të fshehur prova mbi alienët. Ai u referua në mënyrë të tërthort Area 51, baza ushtarake në Nevada, që prej dekadash është në qendër të teorive konspirative mbi eksperimente sekrete dhe teknologji jashtëtoksore. Zona 51 është kthyer në simbol të mistereve qeveritare amerikane, por autoritetet zyrtare kanë mohuar vazhdimisht pretendimet për fshehje të provave mbi jetë jashtëtoksore. Njoftimi i Trump për publikimin e dosjeve pritet të ngjallë debat të gjerë publik dhe politik. Përkrahasit e tij e shohin si një hap drejt transparencës, ndërsa skeptikët e konsiderojnë si një lëvizje politike me efekt simbolik.